Zoti përfundoi krijimin e botës, nuk shkoi të pushoj. Ndaloi në Shkodër dhe tha këtu dole krenarinë e këtij kombi, sepse Shkodra nuk është thjesht qytet. Është pikënisja e çdo gjëje shqiptare. Këtu nisi fjala, zëri, kënga, rezistenca. Shkodra është portë e qytetërimit që s'u mbyll kurrë. Edhe kur perandorit përreth binin si gjethe në vjesht. Kalaja e Rozafës nuk është legjend, është realitet i fortë sa guri dhe i thellë sa gjaku i një nëne. Aty mbi ato mure u flijua zemra që sot rreh për një Shqipëri të bashkuar. Këtu lindin artistët, jo nga moda, por nga dhembja dhe krenaria. Shkodra e dha shkollën, alfabetin, fjalën e parë shqipe. Kush tjetër guxoi kur errësira mbulonte gjithë trojet? Kush tjetër ngriti penën mbi pushk? Lumi Buna s'ka pasur nevojë për leje të rrjedh, si Shkodra për të udhëhequr. Shkodranët nuk e matin burrërinë me zhurmë, por me trashëgimi, sepse burrëria e vërtet nuk është në ulërim, por në qëndresë dhe kulturë. Për miqt nga Mirdita që thonë kemi vetëm burra e dim, po kur duheshin mendje për të shkruar, kë këshilluat, kujdes, burrëria pa mend është zhurmë. Në Shkodër heshtja flet më shumë se o gjaku i ndezur. Shkodra s'ka nevojë për lavdërime. Ajo është vetë lavdia. Nga trotuaret e saj kanë kaluar legjenda. Nga shpirti i saj janë ndezur revolucione. Shkodra është themel, jo pjesë. Ajo nuk ndjek historinë, ajo e shkruan.